Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na thon letrat tarot për 12 qenjat e zodiakut për ditën e mërkur, 12 gusht 2026. Ju faleminderit. Dashi, letra e tarotit për këtë të mërkur, asi i pentakulave, i përmbysur. Kjo letër të paralajmëron për një mundësi që mund të jetë pranë teje, por që rrezikon të mos e vësh re ose ta shtysh për më vonë. Eklipsi diellor në Luan aktivizon anën tënde krijuese dhe të nxit të mendosh jashtë kornizave, por këtë herë kreativiteti nuk lidhet vetëm me argëtimin. Mendoj edhe për mënyrën se si një talent, hobi apo ide jotja mund të kthehet në një mundësi financiare. Ndoshta ke një projekt që të pëlqen, një aftësi që e ke lënë pas dore ose një hobi që mund të marrë një drejtim të ri. Mos e nënvlerëso vetëm sepse fillon si diçka për çejf. Asi pentakulave i përmbysur të kujton të mos u mbashësh një mundësi nga mungesa e planifikimit ose nga frika për të provuar diçka ndryshe. Dash, një ide sot duket thjesht si argëtim, nëse mund të bëhet fillimi një rruge të re. Shiko për te të zakonshmes dhe mos e lër mundësinë të të ikë nga duart. Demi, letra e tarotit për këtë të mërkur dem, 6 shkopinjt e përmbysur. Kjo letër të këshillon të tregohesh i kujdesshëm me egon dhe mënyrën se si sjellja jote ndikon te njerëzit përreth. Eklipsi diellor i hënës së re në Luan aktivizon sektorin e shtëpisë dhe familjes. Ndaj vëmendja sot shkon te marrëdhëniet me njerëzit me të cilët jeton. Mund të ndihesh ku ke të drejtë për diçka dhe të këmbgulësh, që të tjerët ta pranojnë këndvështrimin tënd, por letra e tarotit të kujton se të fitosh një debat nuk do të thotë gjithmonë se ke fituar situatën. Para se të reagosh, pyet veten, apo flas për të zgjidhur problemin, apo thjesht për të pasur fjalën e fundit. Sot pak për ulësim mund të bëjmë mrekulli. Dëgjoj dhe këndvështrimin e të tjerëve dhe kujto se paqja në shtëpi vlen më shumë se një fitore e vogël e egos. Dem, mos lejo krenarin të krijojë distancë me njerëzit që do. Sot fitoria e vërtet është mirëkuptimi. Binjakët. Letra e tarotit për sot binjak, 9 shpatat e përmbysura. Një letër që sjell një mesazh lehtësimi pas një periudhe shqetësimi mes depresioni. Eklipsi diellor i hënës së re aktivizon sektorin tënd të komunikimit. Ndaj sot fjalët mund të bëhen çelësi për të zgjidhur një problem që të kanë rënduar mendjen. Nëse ke pasur shqetësime për punën apo financat, mos i mbaj më brenda, fol hapur, kërkoj informacion, negocio dhe mos kry frikë të diskutosh për parat. Një bisedë e sinqert mund të të ndihmojë të shohësh një zgjidhje që më parë nuk e kishe vënë re. Nëse ke kaluar kohët e fundit një periudhë të vështirë ekonomike, kjo letër sjell një shenjë shprese. Presioni mund të fillojë të ulet dhe situatat financiare të marrë një drejtim pozitiv. Në shpatat e përmbysur, të kujton se nuk je detyruar të jetosh gjithmonë me ankthjen e të kaluarës. Binjak, fol, kërko zgjidhje dhe mos lejo frikën të të mbyll gojen. Një kapitull më i lehtë financiar mund të jetë duke të ardhur. Gaforia, letra e tarotit për sot gafore, 4 shpatat. Një letër që të fton të ndalosh, të pushosh dhe të rikuperosh energjit. Ke bërë mjaftueshëm dhe tani ke nevojë për një pauzë që e ke fituar me të drejtë. Eklipsi diellor i hënës së re në Luan aktivizon sektorin e vlerave personale dhe të mirave materiale. Duke të shtyrë të mendosh, a i kam vërtet të gjitha gjërat që më nevojiten për të qenë i lumtur? Ndoshta ke qenë duke kërkuar gjithmonë diçka më shumë para, më shumë sende, më shumë siguri, apo një jetë perfekte. Por kjo dëshirë për të pasur gjithmonë më tepër mund të krijojë stres që të nuk të nevojitet. 4 shpatat të kujton se ndonjë lumturia nuk gjendet tek ajo që të mungon, por te vlerësimi i asaj që ke tashmë. Sot mos u lot duke ndjekur gjëra që nuk të japin paqe. Merr frym, pusho dhe shiko përreth. Gafore, ndoshta ajo që ke kërkuar ka qenë në duart e tua gjatë gjithë kohës. Lumturia nuk është gjithmonë larg. Ndonjëherë ajo është shumë më pranë nga sa mendojmë. Luani. Letra e tarotit për 12 gusht Luan. Mbreti i kupave. Një letër që të mëson të gjesh ekuilibrin mes emocioneve dhe qetësisë së brendshme. Kjo është një periudhë e rëndësishme për ty Luan, eklipsi diellor i hënës së re në shenjën tënde. Sjell energji të fuqishme dhe mund të shënoj fillimin e një udhëtimi që ndryshon shumë gjëra në jetën tënde. Sigurisht, një fillim i ri mund të jetë emocionues, por mund të sjellë edhe pasiguri, frikë apo një ndjesi të fortë mbi ngarkese, dhe kjo është krejt normale. Mbreti i kupave të kujton se nuk e pse të zgjedhësh mes të qajit dhe të festuarit, lejoje veten të ndjej diçka. Mund të jesh i lumtur pra të po vjen dhe njëkohësisht të tryshohesh pra të po lë pas. Çdo ndryshim sjell një lam të mirë,
Prandaj mos i shtyp emocionet dhe mos u përpiq të dukesh i fortë gjatë gjithë kohës. Luan, ulu pak me ndjenjat e tua, dëgjoj zemrën dhe prano atë që po ndodh. Një kapitull po mbyllet, por një tjetër shumë i rëndësishëm është gati të fillojë. Vigjeresha, letra e tarotit për sot vigjeresh. Priftëresha e lartë e përmbysur. Kjo letër të sjell një mesazh të qartë. Mos e injoro atë që thellë e di se duhet ta dëgjosh. Intuita jote po përpiqet të tregojë diçka, edhe nëse zëri i saj është shumë i qetë. Ndonjëherë nuk vjen si një përgjigje e madhe apo një shenjë dramatike. Mund të jetë thjesht një ndjesi e brendshme që të përshpërit. Kjo nuk është më për mua. Eklipsi diellor i hënës në re në Luan hap një derë të drejtë sektorit të përfundimeve dhe mbylljeve në jetën tënde. Prandaj sot mund të ndjesh se ka ardhur koha për të dhënë fund një situate, marrëdhënie, zakoni apo kapitulli që nuk të shërben më. Mos u trem nga një lamp të mirë, vigjeresh. Ndonjëherë mbyllja nuk është humbje, por mënyra se si krijon hapësirë për diçka më të mirë. Vigjeresh, dëgjoj atë zë të vogël brenda teje, nëse zemra jote thotë se është koha për të ikur, besoje, intuita jote mund ta di rrugën përpara teje. Peshoria, letra e tarotit për sot peshore, 7 pentakulat. Një letër që kërkon durim, këmbgulje dhe besim të procesi. Ndoshta kohët e fundit ke ndjerë se disa gjëra po ecin shumë ngadalë. Mund të ketë pengesa, abonesa ose situata që të bëjnë të mendosh se asgjë nuk po ndryshon. Por kjo letër të kujton se jo çdo rezultat vjen me njëherë. Disa gjëra kërkojnë kohën që të japin frutet e tyre. Në veçanti, mikësitë e tua mund të kalojnë një ndryshim, mund të ndihesh më i distancuar nga disa njerëz ose edhe pak i vetmuar, sikur nuk ke dikë me të cilin mund të flasësh vërtet. Po mos e shiko këtë periudhë si dënim. Ndoshta universi po të jep pak hapësirë për të rizbuluar veten dhe për të kuptuar se cilët njerëz të duhen vërtet pranë. Peshore, mos u ngut të mbusësh bollokun me njerëz të gabuar. Durimi yt sot mund të të ndihmojë të tërhiqesh dhe me njerëz që përputhen më mirë me atë që je bërë. Akrep, letra e tarotit për këtë të mërkur. Temperanca, një letër që flet për ekuilibrin, vetë për mbajtjen dhe rëndësinë e të vepruarit me maturi. Eklipsi diellor i hënës së re në Luan aktivizon sektorin e punës dhe statusin tënd shoqëror. Ndaj mund të hapet një mundësi për të filluar nga e para në një karrierë. Mund të jetë një pozicion i ri, një përgjegjësi më e madhe ose një drejtim profesional krejt ndryshe. Por letra për mbajtja të jep një këshill shumë të rëndësishme. Mos u nxito, edhe nëse ndihesh gati për të bërë një ndryshim të madh, nuk ke pse të hidhesh menjëherë në ujë të thellë. Jepi vetes kohë të përshtatesh, të mësosh dhe të rritesh në rolin e ri. Guximi është i nevojshëm, por suksesi nuk kërkon gjithmonë hapa të shpejtë. Akrep, ec me qetësi, ruaj ekuilibrin dhe lejoje veten të rritesh me ritmin tënd. Një fillim i ri profesional mund të jetë pikërisht ajo që të duhet nëse e ndërton me durim. Shigjetari, letra e tarotit për sot shigjetar, 4 pentakulat e përmbysura. Dhe mesazhi i kësaj letre është i qartë, është koha të lësh pak nga kontrolli. Ndonjëherë përpiqesh ta drejtosh një situatë në mënyrë që mendon se është më e mira, por sa më shumë përpiqesh ta kontrollosh, aq më shumë tension krijohet. Sot mund të kuptosh se jo gjithçka është në dorën tënde. Mund të përballesh me dikë që mendon ndryshe nga ty, instinkti yt mund të jetë ta bindësh, ta ndryshosh ose ti tregosh se mënyra jote është më e mirë, por letra të kujton një të vërtet të rëndësishme. Nuk mund të detyrosh njerëzit të ndryshojnë. Secili ka mënyrën e vet për të menduar dhe për të përjetuar gjërat. Pranoje personin për atë që është sot, pa përpjekur ta transformosh sipas pritshmërive të tua. Shigjetar, lëshimi i kontrollit nuk do të thotë të heqësh dorë, do të thotë të zgjedhësh paqen në vend të një lufte të panevojshme. Më 12 gusht, liro atë që nuk mund ta kontrollosh dhe përdore energjinë tënde për të kontrolluar të vetmen gjë që mundesh, reagimin tënd. Britsjapi, letra e tarotit për këtë të mërkur, 2 pentakulat. Një letër që flet për ekuilibrin, menaxhimin e përgjegjësive dhe aftësinë për të mbajtur gjërat në kontroll pa e lodhur veten. Mund të kesh shumë gjëra për të menaxhuar njëkohësisht, por kjo letër të kujton se me pak durim, organizim dhe mençuri mund të gjesh një ritëm që funksionon për ty. Eklipsi diellor i hënës së re në Luan aktivizon sektorin e burimeve të përbashkëta, ndaj mund të shfaqet një situatë ku ke nevojë për mbështetje, dhe këtu vjen mësimi i rëndësishëm. Nuk duhet të jesh gjithmonë personi që i zgjidh të gjitha gjërat vet. Mund të jetë vështirë të tregosh anën tënde të brisht ose të thuash kam nevojë për ndihmë, por kjo nuk të bën më pak të fortë.
Në fakt të disë kur të kërkosh mbështetje është një formë tjetër force. Prit jap më 12 gusht. Në sot të japësh, por edhe të marrësh, lejo njerëzit e dur të jenë aty për ty dhe mos e mbaj bispeshën vetëm mbi spatullat e tua. Ujori, letra e tarotit për këtë të mërkur, kalosi i shkopinjve i përmbysur ujor. Kjo letër tregon energji të shpërndar, pa durim dhe intendes për të vepruar pa e ditur saktësisht se ku dëshiron të shkosh. Eklipsi diellori hënë sere në Luan aktivizon sektorin e marrëdhënieve, ndaj dashuria bëhet tema kryesore e ditës. Ke një mundësi të rëndësishme për të ndryshuar diçka në jetën tënde sentimentale, por fillimisht duhet të ndalosh dhe të pyesësh veten, çfarë dua të ndryshoj vërtet? Nëse je në një lidhje, mos e përqendro vetëm tek ajo që dëshiron ti. Shikoj dhe çfarë i mungon partnerit dhe çfarë ka nevojë të përmirësohet. Një bisedë e sinqertë mund të jetë pika e nisjes për një ndryshim pozitiv. Nëse je beqar, mos e shpërndaj energjinë në shumë drejtime, qartëso çfarë kërkon përpara se të ndjekësh një lidhje të re. Ujor, mos lejo pa durimin të të drejtoj në dashuri. Përqendrohu te ajo që ka vërtet rëndësi dhe mund të hapësh rrugën për një ndryshim të madh sentimental. Peshqit, letra e tarotit për sot peshq, faqja e pentakulave e përmbysur. Kjo letër lidhet me mungesën e planifikimit, shpërqendrimin dhe nevojën për të krijuar një strategji më të mirë për jetën e përditshme. Sot është momenti të shikosh me kujdes rutinën tënde, apo jep vetes kohë për kujdesin që ke nevojë, apo jep bërë aq i zënë me detyrime ca helën pasdore gjërat më të rëndësishme për miqënien tënde. Eklipsi diellori hënë së re mund të sjellë një zgjim të rëndësishëm. Nuk mund të vazhdosh me të njëjtën rutinë dhe të presësh rezultate të ndryshme. Mund të jetë koha për të krijuar një orar të ri, ku të ketë vend për punën, pushimi, shëndetin, marrëdhëniet dhe kohën vetëm për veten. Mos e përpiq të ndryshosh gjithçka me një herë, fillo me një plan të thjeshtë dhe zbatoje me disiplinë. Peshq, kujdesi për veten nuk është diçka që duhet ta bësh kur të mbetet kohë. Bëje pjesë të planit tënd. Kur rregullon rutinën, fillon të rregullosh edhe jetën. Ky ishte parashikimi i letrave tarot për 12 qenjat e zodiakut për ditën e mërkur, 12 gusht 2026. Ju faleminderit që na ndiqni, na lini komentet tuaja dhe na bëni sa më shumë like dhe subscribe. Ju faleminderit.